ishin duke bërë të banueshme këtë hapësirë nën çatije. Por, edhe kjo punë sikur krejt të tjerat në këtë të ndërtesë në Vjenë u ndërpre pas ditën e së martës. 4 persona, 3 nga të cilit ishin kosovar, vdiqën dhe një tjetër pësoi lëndime të rënda si pasojë e një aksidenti të rënd në këtë kantier ndërtimi. Bëhet fjalë për Pajtim Bajramin, Aslan Musliun dhe Istrev Zekajin. Aksidenti ndodhi rreth orës 14:30 gjatë punimeve ku ishin vendosur kallëpe dhe skela ndërtimi. Por, gjatë derdhjes së betonit, e gjithë struktura u shemb, duke zënë nën rënoja dhe beton të lagësht disa punëtor. Autoritetet bën të ditur se 2 trupat e parë u gjetën më herët, ndërsa viktimat e 3 dhe të 4 u lokalizuan vetëm pas rreth 2 orë gjysmë për shkak të betonit të lëngshëm që gradualisht po ngurthahej. Im Innenhof gab es Betonierungsarbeiten, die über mehrere Stockwerke gegangen sind. Und durch welchen Grund auch immer ist diese ganze Konstruktion zusammengebrochen. Das heißt, die Bauarbeiter, die sich auf dem Gerüst bzw. auf diesem frisch betonierten Konstrukt befunden haben, sind gemeinsam mit diesem Gerüst abgestürzt. Dabei kam es dazu, dass mehrere Bauarbeiter verschüttet wurden und auch verletzt wurden. Was man bis jetzt weiß, ist, dass die Berufsfeuerwehr Wien bei ihrer Ankunft einen Bauarbeiter direkt mit Hilfe der Bauarbeiter befreien konnte und schwer verletzt an die Berufsrettung Wien übergeben worden ist. 4 weitere sind von den Trümmern, das heißt von Gerüstteilen, von Schalungsteilen, aber auch von flüssigem Beton verschüttet worden, was die Bergungsmaßnahmen extrem schwierig gemacht hat. Durch die beengten Platzverhältnisse im Innenhof musste das alles per Hand erfolgen, die Gerüstteile händisch entfernt werden, die Schalungsteile entfernt werden, teilweise mit Kran und Seilwinden wurden die Personen dann nach und nach befreit. Für die 4 Personen, die verschüttet wurden, kam aber jede Hilfe zu spät. Sipas brigadës profesionale të zjarfikësve të Vjenës, rreth 120 pjesëtar të emergjencës u angazhuan në një operacion që zgjati më shumë se 4 orë dhe u zhvillua të martën në një oborr në rrugën Porcelangase, në distriktin Alsergrund, njofton Agjencia Austriake e Lajmeve APA, transmeton Kosova Press. Operacioni u vështirësua edhe më tej nga nevoja për të hapur qasjen në oborr, duke larguar pengesa si gardhe dhe dyer. Strukturat e shembura, përfshirë skelat dhe përforcimet prej qeliku, u hoqën me mjete të ndryshme dhe me ndihmën e një vinçi. Die Bergungsmaßnahmen der Berufsfeuerwehr unterstützt, ja, weil das die einzige Möglichkeit war, schwere Teile in den Innenhof zu heben und wurde dann am Ende von dem Einsatz von einem Team der Berufsfeuerwehr Wien vom Kran auch geborgen, weil er natürlich entsprechend durch den Einsatz auch psychisch beeinträchtigt war. Prokurori që doli në vendin e ngjarjes u zotua për hetim të thellë të rastit. E hetime kërkojevi sindikata e ndërtimtarëve dhe punëtorëve të drurit ka kërkuar hetim të plot për shkaqet e aksidentit. Kryetari federal i kësaj sindikate, Josef Muhqiç, shprehu ngushëllime për viktimat dhe familjet e tyre, duke theksuar se të gjithë të përfshirët në projekt mbajnë përgjegjësi dhe se duhet bërë gjithçka që punëtorët të kthehen të sigurt në shtëpi çdo ditë.